Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se ju gjej në familjet tuaja, ja ku jemi drejt për së drejti me Rezen ton. Edhe përveç se gatimeve që ka menduar Albana për gjitha zonjat që na ndjekën, sot do të shkojmë dhe në zemër të Gjirokastrës, në qytetin e Gurt, ku mjeshtria artizane zonja Buqe Muka do të na përcjell se çfarë punime është duke bërë tani. Ajo është një zonjë artizane e cila mban gjallë të shkuarën duke ridimensionuar kostume gati 200 vjeçare. Do të na tregojë disa prej punimeve të saj dhe është shumë mirë që ne her pas here në fakt duhet të promovojmë artizanët, të cilët janë të pak në numër, por që me shumë pasion, me shumë përkushtim mbajnë gjallë të shkuarën tonë, traditën, kostumet popullore, të cilat ajo i ridimensionon dhe i sjell në formën e kohëve moderne. Se si është të punosh artizane gjithë jetën dhe ta trashëgosh këtë edhe tek pasardhësit e ty, do të marrim këtë ndjesi prej artizanes tonë në qendër të qytetit të Gurt, në ateljen e saj plot ngjyra, plot kujtime, plot nostalgji. Më pas do të kuptojmë një raport shumë të veçantë. Të kesh motor apo vlla është gjëja më e mrekullueshme në botë, po të kesh një motor identike padyshim që është një gjë e rrallë dhe e jashtëzakonshme. Si është që të ngjasosh me dikë jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Këtë gjë do na e shprehin dy motrat tona. Njëra prej tyre është mjaft e njohur në televizion sepse është psikologe, life coach dhe këtë herë na prezanton me motrën e saj identike. Njëra është Bjonde, njëra është Brune. Ne njohim Bjonde që është Bona Majkli. Le të shkojmë tani në kuzhinë të gatuajmë me Albanën. Tabakan e verdh e solle, bashkë me blun që ka produktet plot ngjyra, me patlıcan që ke skuqur. Me blun the, një sekond. Me blun dhe me mielin blun. Me blun, urdhëro. Sa për kontrast që të më ishte? Sa herë vim këtu në kuzhinë na vjen shpirti në vend, se themi këtu e kemi mendjen për receta, për shije, për ai njeri që flet për ushqim edhe nuk i shkon buza vesh në vesh. Ska një ushqim. Të pakta ato njerëz që e mbajnë veten këtu. Unë do nis me ca petlla. Këtu ma ke bërë qefin. E sa petulla, edhe? Po them atë shprehjen e popullit. Megjithatë, me çfarë t'i bëjmë? Me kozë do t'i bëjmë, me vezë. Pak sod do t'i fus sod, jo plur pjekës. Me gjithat mirat, që do më të e për ti? Ja pra bereqet begati. E nisim me petulla, do vazhdojmë me patlıxhanët dhe përfundojmë me çfarë? Me supë. Me supën. Shikon, mëngjes, drek, darkë. Ose të gjitha bashkë. Sot e me zvakti ju, te me zvakti dy dhe jeni në rregull. Me që Kolika na thot që darka... Jo, në darkë mund të hash ti, po nuk do hash petulla për darkë. Do hash gjëra më të lehta. Darkën mund të hash kur të duash dhe si të duash. Kjo nona që shef këtu, edhe baklava mund të ha në darkë dhe se kam problem. Edhe jam të nesme në mëngjes, ja, gjithë humor. Qiqër, pse ke ngrënë baklava? I kemi thënë që kur ham të ëmbla, kur konsumojmë baklava për shumë, marrim një grusht ara përpara. Ajo vërtet ka ara brenda, po ne shtojmë dhe ca, që të ekuilibrojmë ato sheqerin në gjak. Ate, kur të bëj petulla atun, mendo me qa mund t'i ekuilibrojmë? Po, me mjalt, me reçel, me djath. Me bëjë unë tani këto këtu, edhe ta shikojmë bashkë pastaj se si ekuilibrohen. Për petulla, çfarë na duhet? Na duhet miell për çdo përdorim. Ola na duhen vezë, kos, pak ujë, sod, krip dhe pak qumësht. Gjithsesi të programuara me gramaturat e tyre, ne do t'i shohim vazhdimisht recetat, por e rëndësishme është ekzekutimi i saj. Hapi i parë shpërbëjmë vezët. Tek vezët do të shtoj sodën. Edhe sodën. Nuk e di, kur brek të zhurmën, Më kujtua shiniku i priftit. Këmbanat. Po, që shiniku i priftit, pra dhe unë kam, të gjitha janë këto këmbanat për bërësit, për petullat. Shtoj një filxhan qumësht, një mas të vogël kripe. Tapim pak të mielin tani? Do të shtoj
2 gota kos. Me këtë masë që kam, me këtë vazhdoj, pra kam 2 gota kos, sikur se mua më duhet ja të t'japë gërshorën, unë që mos të më lodhesh fare. Hajde, se njës ka kam, nuk kam 2. Do të mbajmë gjitësin se na duhet për gatimet e tjera mielli. Se unë i bje shkurtë, se ka dhe hapin e veta, jo si duhet, po unë i bje shkurtë. Jo, më mirë kështu me gërshër. Atëherë, do ta mathim sasin e miellit me këtë gotën. Shtoj 2 gota kos. Atëherë, po shtove 2 kos i bje një 4 miell, ë? Po. Okej, në këtë raport gjys për gjys. Petulla për të tërë. Nuk i di se kam petulla, kjo shpreje më vjen. Po se ku zgatuan vetëm për vetë. Po janë petulla për gëzime, për lindje, për martesa. Do thoni ju, po pse mi ndasën petlla, për para flasim. Po. Që të ngrohet dasmori. Është edhe... Shtoj masën e hujit. Të gjithën atë? I bje të shtoj më shumë, i bje miell. Do martoj më malon, me tripale saze. Për gjithë ndërmarrje. Kujtova që menushja është vjera jote. Nuk e të më. Po, kam shiqyr. Dhe për lindje, kur merresh vesh lindja e një fëmije, në fis, në shoqëri, bëheshin këto petullat me maja. Edhe çoheshin si lajmërim, lajmëtarët e ardhjes në jetë të një fëmije. Atëre kësu s'kam kështuar 3? 3 kja, 2. 3 apo 2? 3 apo 2? 3 ta që shtove ti. Sa do ti? 4. 4, ja. Sa 4? Po sa? 2. Është e bukur ajo që nuk ke. Kjo është e bukur ajo që ke, nda të fëmijën brenda, nuk të lë. Nëse në fëmiri jeton një fëmiri të bukur, dhe unë e kam jetuar shumë të bukur fëmirin time, normalisht do të dali në pa, edhe në vitet e më pashme. Absolutisht, se si themin në ditët e sotme, për problemet që na shfaqen, duhet të rregullojmë traumat e së shkuarës. Ja. Kjo masë më duhet. Pra, largova masën më pak ujë dhe më pak miell. Duhet më mirë, jo? Përgjysmova, jo. Përgjysmova produktet. Dhe të bukur fort, të heq të gjitha këto, e lëm të qëndroj. E lë të qëndroj. Pushoj pak. Faktikisht, nëse unë e lë të qëndroj këtu, është akoma dhe më mirë. Unë nuk e lë këtu, po e lë pranë. Ngrohtë është këtu ambienti, kështu që nxehtësisë që jam këtu, ja. Dhe jam shumë në rregull. Bëhemi gati tani të... Për recetën tjetër. Përgatisim recetën tjetër, ndërkohë para se të shkojmë tek receta tjetër, këtë kripën po e shtoj tek tasi, bëjmë një përmbledhje të petullave, produkteve që përdorëm për t'i përgatitur. 2 vezë, pak krip, 2 gota kos, 2 gota ujë, 4 gota të plota me miell, 1 lug kafeje sot buke, 1 filxhan kafeje qumësht dhe vaj për skuqje. Pra petulla me kos. Tani, receta përfundoj për t'i skuqur ato, se nuk përfundoj për t'a konsumuar, për t'i shërbyer, por përfundoj ekzekutimi i saj. Në mbetet pak minuta më pas për t'i skuqur në vaj për skuqje. Derisa të pushoj brumin, ne kalojmë tek receta tjetër e patullxhanëve. Shohim pak se çfarë përmban kjo recetë dhe si do ta përgatisim në kuzhinën tonë. Paraprakisht kemi pjekur skuqur patullxhan, të cilët do t'i mbushim me mish të grirë. Merrni 4 patullxhan, mish të grirë, 10 gram dhjam, nëse e keni, nëse e doni ta përdorni, 1 qep mesatare, 2 speca jeshil, 1 spec i kuq, 2 domate të grira, 1 lugë gjelle salcë domatesh, 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, krip piperi zi kumin, djath kaçkavall i butë. Dhe të gjitha i tham, tu kam mishin e grirë bashk me qepën. Sepse po t'ish vendos direkt tani, unë nuk kam kohë. Qepa duhet të bëhet njësh me mishin e grirë. Pra as mos kuptohet fare. Do të shtoj Specin e kuq. Specin e kuq dhe përbërësit
Me radhë. Me radhë. Me radhë. Aty ndërtojmë dhe marrin aromat shihet me njëra tjetrën. Derisa të ndërthuren mirë me njëra tjetrën, duke e ndihmuar edhe me një salcë të koncentruar, jep ngjyrë, jep aromë të mirë, jep shije. E kam salcë speci. Salcë speci është kjo. Na ndihmojnë këto salcat që përgatiten në kohën kur perimet kanë sezonin e tyre, sepse përgjatë dimrit gatuajmë gjellët, salcat për pasta e me radhë. Po të doni ju mund të shtoni domaten, që është opsionale, në të kundërt jo. Unë faktikisht i kam shuar të gjitha përbërësit. Që kështu nuk është se më vlen edhe shumë domatja, do më vlente, po të ishte koha e domates. Vazhdimisht ne duhet të përdorim perimet të sezonit. E kemi thënë që vetë trupi pregatitet për atë sezon. Dhe them gjithmonë që vetë ADR-ja jonë kërkon perimet, frutat, çfarë toka jonë ka, çfarë toka jonë Poseidon. Pra kam një salcë, kur thonë kam i gjellë të bukur fort. Të bukur fort. Shtoj pakës fare piper dhe masën e kripës që s'kam nevojë kështu, sepse më duhet të jetë e tillë. Tek patlıgjanët që unë kam skuqur, normalisht unë kam shtuar fare kripë. Sepse dua që edhe pa kripë, po të jetë kripa është të mbushja, të iqi. Sa e lë? E lë aq sa tigani ka djersitjen e vetë. Ja. Pra nuk më duhet që të ketë shumë, jo shumë, po as pak të ketë ujë, pra tjetë paka shumë e thatë, paka shumë. Pra vetëm këtë shkëlqimin e djersitjes. E mirat edhe është që unë e lëm dhe pak të shtoj edhe pak zgjalp që të jap atë shijen e rafinuar. Edhe jep aromën dhe i zbut, kështu që ne i lëm që të gatuan mirë perimet bashkë me mishin dhe e ndërtojmë recetën në tavë me patlıgjanët e pjekur me njerë pas shkëputjes shumë të shkurtër. Rikthehemi dhe ripërsërisim përbërësit e recetës tonë. E kemi gati mbushjen, janë zbutur specat, 2 ngjyrëshe, domatja, salca po ashtu. 4 patlıgjan, po gatuajmë një recet, një tavë me patlıgjan të mbushur me mish të grirë, 500 gram mish i grirë, qep, speca, speci kuq, receta ka dhe 10 gram dhjam, ne nuk i vendosëm, duke qenë se i shtuam gjalpin. Kemi spec të kuq, pra domate të grira, kemi salcë domatesh, vaj ulliri, kri, piper i zi, kumin, një erëz shumë e këndshme, dhe djath kaçkavall i butë. Tani qëngër ka një proces. Ja. Një trëndafil i voçkël këtu. Edhe ne përshtatemi pak me ditët tani që duam të krijojmë receta jo vetëm të shijshme, festive, por edhe të bukura në servirje. E kam të mamë të për... E tillë. Super. E bën dhe më individuale atë racionin brenda tavës. Dhe këtë proces, me qënë se duam ta shohim pak më nga afër me kamerën, mund ta bëni për çdo pjesë tjetër të patlıgjanit. Kështu, do merrni një tas të tillë të vogël. To të pankeksave, to të... I marë sërish tani dhe filloj... Tani jo. Fetat e patlıgjanëve.
që tjetë pamja... Janë skuqur këto dhe janë të përkullshme, janë elastike, janë të menaxhueshme. Po, duan skuqje të mirë, faktikisht. Duhet që të kenë një bazë të duhur, dhe kur shikoni që janë pak sa për shembull, jo, e pashë ka dhe një mangësi këtu. Opa, ja. Dhe tani unë kam një shtrat shumë më të gjërë. Pra të fuqishëm si shtrat, mban. Palosim dhe kështu siç e mbushëm, do ta përmbysim tek tava, duke i shtuar më pas edhe djathka çkavall të butë të grirë. Si që kam, ja, opa, kështu të tillë. Dhe veproj. Kjo është një mënyrë ekstra, një mënyrë tjetër e veçantë, speciale që të tregojmë se pra janë individuale. Ne në shtëpi mund të bëhemi ato shefat. Janë, anvisat janë shefat të shtëpisë, shefat e tyrezës, të recetave, të pjatave. Edhe këtë këtu jap një tendencë shtypjeje, pa tjetër. Që të ngjeshet mirë, të mbahet dhe djathi pastaj sipër. Këtë këtu. Çfarë e bën? E ngjit, e mbleth dhe krijon atë të polën. Opa, edhe këtu, Niki. Në të kundërt, pastaj do shtrohen patlıxhanët, siç bëjmë në mënyrën tonë klasike të mbushjes së tyre. Mbushjen mbi to edhe sipër përsëri fetat e patlıxhanëve. Rreshti fundit janë këto djathi i butë, i shkrirë, që shkrin edhe që shumë interesante kështu. Pra janë individuale. Është praktike për ta shërbyer, për ta servirur. Opa, edhe kjo këtu, edhe djathin në sipër. Dhe shifeni prak, besoj se do t'ju pëlqejë dhe juve, është shumë e thjeshtë për ta përgatitur, një nga ato tasat e vegjël, çfarë do lloj forme, mund të jetë formë katrore, mund të jetë formë rrumbullakët, për të mos na u tharë gjatë pjekjes, shtojmë edhe fetat e domateve. Mund t'i vendosni të tilla. Ja, këtu, opa, ja. Me pakës fare. E na dolën kështu simetrike, e kuqe e bardhë. Pakës krip. Shumë pak vaj. Tek domatet. Sepse djathi ka yndyrën e vetë. Dhe direkt në furrë, në sa gratë, po të 200, po në mos 200, po 210, po në mos 210, shkurt fare, pazari fundit, 220. Varet nga furra që ka gjithse cilinet e 220 apo e vendosim. Ndërkohë, rikthehemi më pas reklamave për të skuqur petullat dhe për të përgatitur supën. Me tavën me patlıxhan, besoj se kemi përfunduar, shpresojmë që t'ju ketë pëlqyer mënyra dhe metoda që zgjodhëm sot ta gatuajmë. Diçka më festive. Rikthehemi pas pak. Ja ku jemi, mirë se erdhët pas reklamave. Ishim duke rregulluar këtë pjesën poshtë tavolinës. Për supën... Gënjen, bën këto muskujt e barkut. A mi thit vërtetën edhe ti thit vërtetën. Mendova se isha në kohë, kur do dhe sigla, por që ndodh që s'dorim kështu gjithmonë. Çfarë do gatuajmë tani? Supën? Atëre një supë me presh, që direkt vendos preshin e kam prerë imët, shtoj pakës fare vaj dhe një kostisht kam zirë, patate dhe karotën bashkë. Kam kripën, piperin e kuq,
Armyshkun e kam tek dollapi. Lëre mos e shto, por të dollapi. Shumë e thjesht, pra, shumë e shkurtër si... E kam të sunduku I gjërave. Jap një kavëdisje shumë të mirë, por duke mos haruar me pakës gjalp. E ja për shije. Nëse keni dëshirë për sojca, po keni si s'keni dëshirë. Shtoj pakës miell. O Niki, lutem, Niki, se na mori zjarë në marja, të lutem. Shifeni pak kremin e brumit që u bë. Okej, është për gati dhe tava, kështu që po e servirim, sepse puna tjetër në vazhdim do të na lidhi me skuqjen e petullave, ndërkohë, për minutazhin që ju tham dhe për temperaturën, është më se e mjaftueshme koha për të pjekur patlıxhanët në këtë formën boçe të servirur. Kjo ishte receta e parë, është pjekur, është gati për ta servirur, për ta konsumuar. Këtu kemi brumin e petullave, her pas here kemi trazuar, ka qëndruar mbi 30 minuta dhe do ta bëjmë gati tani për t'i skuqur pasi të përfundojmë me supën. Shtoj pakës miell. Gjithmonë pak qumësht, edhe pak miell, e plotson supën, e trash. Një përzierje, ja të gosës unë ta përzierje këtu, edhe unë merre me. Derisa fillon dhe merr këtë ngjyrën të artë. Do të shtoj karotat dhe patatet e prera ose pataten, se nga një kemi, të grirë në kubik. Normal, do të shtoj. Më shtoj komplet masën e kripës, duhet. Pakës fare. Piper. Të të shtosh në fund. Masën e ujit. Ja, kjo ishte një supë e thjeshtë e shpejtë. Shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë. Me presh, me patate dhe me karota. Jedhim në sy recetës së shkruar, në fund fare shtojmë pak qumësht me një lugë miell, që e trash dhe e plotson supën, dhe është gati për pak minuta, sa të zjej. Patate, presh, karota, djathë të grirë, qumësht, gjalp, vaj ulliri, spec të kuq, krip dhe armyshk. Supa me presh, patate dhe karota. Në fund fare do t'i djegim pak spec dhe bëhemi gati që të skuqim petullat. Pak fare dhe le ta djegim. Shtoj dhe masën e ndihmoj me pakës fare vaj Fiks si që hedhim tranas, apo edhe supave të tjera, supës me oriz. Kjo I la të shihen dhe aromën e specit. I largoj. Plus që edhe bën të bukur, I jep një ngjyrë të bukur. Mund të shoqërohet patjetër, mund të shoqërohen me njëra tjetrën si receta, mund të qëndrojnë në tryez bashk, supa me presh me patate dhe e shtoj sipër. Derisa fiksa ndodh ai reaksioni me njershëm. E ndihmoj. Dhe e lë të tillë. Shumë pak. Marri dhe një val. Dhe supa është gati. Tani tiganin ngrojmë vajin për të bërë gati brumin dhe t'i skuqim petullat, të cilat I bëm sot me kos,
me vezë, pak sot, qumësht, pak ujë, dhe raporti që duhet të ekzistoj kos miell me të njëjtën gotë është 1:2. 1 gotë kos, 2 miell. Ose nëse përgatisni më shumë petulla, 2 gota kos, 4 miell. Shohim recetën e shkruar dhe ju orientojeni më mirë për trajton dhe brumit ose formën që do të marri ai përmes këtyre produkteve. Edhe një herë recetën e petullave, sa të ngrohet edhe pak vaj dhe ne fillojmë që t'i skuqim aty. Kjo ishte receta e supës, kalojmë tani tek petullat. Petulla me kos, 2 vezë, 1 majlugë krip, 2 gota kos, 2 gota ujë, 4 gota të plota me miell, 1 lugë kafeje sot buke, 1 filxhan kafeje qumësht dhe vaj për skuqje. Do të keni një brum të tillë. E lini të pushoj, një brum të hollë, të rrjedhshëm. Ja, po e tregoj me këtë telin rrahës. Duke pushuar, bëhet akoma edhe më i këndshëm, më i butë për t'i skuqur. Supa po e po, tasi akoma dhe më i bukur, ja këtu pranë tavës me patlıcan. Ty recetat i përfunduam. Është gati vaj? Mirë është që sa herë që të marrim lugë për t'i skuqur, ta përziejmë brumin, sepse krijohet, depozitohet poshtë, bie pjesë kryesore, sipër cipa që zihet. I vendosim një letër drasës, dhe aty tek drasa kullojnë më mirë. Sepse duhet të jetë po duhet të vaj i duhur. Duhet të jetë edhe vaj i duhur. Fillon dhe e ndalon veprimin e vajit sepse masa është më e ftohtë. Dhe siç e them gjithmonë, faqe bardh na nxjerr gjithmonë tigani i dytë. Që marrin dhe volumin e duhur. Në momentin që fillojnë të krijohen këto fluskat anësore, është ai aktivizimi. Nuk ka nevojë për lugë të madhe, se këto rriten dhe do t'i kthejmë. Tigani 2 do jetë akoma më në gjendjen e duhur, temperaturën e duhur vaj. Faktikisht, në momentin që këto çdo gatim ka nevojë të ketë atë termometrin e vet për të parë vajin, vlimin, temishit dhe gjithçka. Si themi ne te furra është një pjesë e rëndësishme e recetës. Avash të bëhet. Nëse unë do kem një nxehtësi të vajit akoma dhe më shumë, normalisht që do digjet dhe brenda do jetë brum. Pra kërkojnë atë nxehtësinë e vajit të jetë i ngrohtë dhe jo i djegur. Dhe shiko si fillon ansoria dhe jam shumë e sigurt mbas 2 minutash, fiks mbas 2 minutash, pra diku te 120, numroni deri 120, ne e kthejmë në krahun tjetër. Si do të numroni? 50, 55, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Sa të bëjmë petulla, të bëjmë kafe unë. Sa të bëjmë 2 minutë e petullave, bëjmë një kafe lavazza. Avash me mishelat tona, sa të ngrohet edhe pak. Sot do të zgjedhim lavazzën Qualita Oro. Ka një shije fantastike. Kafe 100% kafe arabike dhe sigurisht që kalojmë pak që të nxehet aparati ynë dhe më pas po ja sjell çfarë më ra këtu Pema, erdhi me mua. Po ja sjell Albanës. Shiko? Për ty e bëra atë. Shikon petullën? Ja si e fillon dhe e merr volumin në pjesën e dytë, në skuqjen e dytë, patjetër që do jetë shumë ndryshe. Ja, super është. Dhe e largoj. Nuk duhet t'i kemi që në fillim
temperaturën e lartë, se ato brenda do të qëndrojnë brum dhe jashtë marrin këtë pjekjen apo skuqjen e kuqerend. Nxehet fillimisht vaj dhe i lë më pas. Bëhen më mirë me në nxehtësi që kanë gaz, sobat që kanë gaz. Pra disa gatime duan jo korrent, se korrenti nuk është aq i shpejt, sa gazi. Do thoni ju gazi djeg, jo, nuk i djeg, sepse edhe niveli i gazit është më ndryshe. E komandon vetë? Po, normalisht. Prandaj edhe në përbot është gatuar me gaz. Tani këto, i shoqërojmë me mjalt, i shoqërojmë me reçel, me djath, me pekmez, kujtun, qa më kujton tjetër? Marmalat. Gjitha llojet e mundësive të shoqërimit, po edhe me këtë mbushje, pse jo? Me kaça të tilla, pra, ose tek të ëmblat, ose tek të kripurat. Të morë mësysh. Më morë mësysh, por jo, ja, a keni kështu, me kaç, ja, kështu. Të bëf mirë. Me lumshin në duart. Të bëf të mirë. Provo dhe trego. Ne jemi drejt fundit tani, e përfundojmë këtu recetat për ditën e sotme, do të takojmë pas pak me të ftuarat tona dhe nesër me Albanën me recetat të reja. Tu pra, në seancën tjetër. Gati të provojmë petva, të shijojmë edhe kafen, publicitet. Sot do të udhëtojmë në Gjirokast, në qytetin e Gurt dhe mjeshtërisë Rall, aty ku tradita nuk jeton vetëm në muze, por edhe në duart e një gruaje, e cila e kthen të shkuar në një art të gjallë. Bëhet fjalë për artizanen Buqe Muka, në ateljen e saj plot ngjyra, plot kujtime, plot histori, edhe kujtime shekullore, duke punuar me pasion për të rikthyer dhe për t'i dhënë një dimension të ri kostumeve gati 200 vjeçare, për t'i ridimensionuar ato me atë fijen e saj, me vullnetin, me durimin, me artin, me pasionin dhe me përkushtimin e saj, për të ruajtur traditën pikërisht në ato fijet magjike, për të restauruar kujtime, për të sjellë kostume të vjetra tradicionale popullore. Unë do ta përshëndes zonjën Buqe dhe do t'i them faleminderit që je aty në mes të atelierit plot ngjyra dhe plot kujtime për të ruajtur të gjallë identitetin ton kombëtar. Të falenderoj. Përshëndetje Niki, faleminderit për ftesën. Më thuaj pak sa vite ke që ti ja ke dedikuar komplet kësaj fushe, ti profesioni, restaurimit dhe qëndisjes së kostumeve tradicionale. U bën 5 vjet, jam futur në vitin e 6 që kam filluar të merrem me veshjen tradicionale. Ka filluar në periudhën më të errët të pandemisë, kur u izoluam nga çdo gjë, duke qenë që u mbyllëm, turist nuk ishte më, produktet që unë bëja atëherë bëja një teknik tjetër makramen, në Shqipëri nuk njihej shumë, edhe turisti vendas që vinte, pothuajse nuk e njihte fare. Dhe në këto momente, si një dëshirë për të pasur një veshje për të pritur, se mendonim gjithmonë që kur të hapen rrugët e turistët e huaj të vinë përsëri, pse të mos t'i presim me një veshje tradicionale, qoftë edhe të Gjirokastrës ku ne kemi biznesin. Dhe kështu lindi si një pasion. Jo, si një dëshirë, si një ide për të pritur turistin me veshjen tradicionale, për t'i treguar përveç se atyre gjërave të bukura që ne kemi në Gjirokastër, kemi dhe veshjen tradicionale, bashkë me kulinarin që ata e shijojnë. Që është e padiskutueshme një mjeshtri tjetër e rrallë. Me syze dhe me gjilpërën në dorë, çfarë je duke punuar tani? Më trego pak nga puna që po bën. Unë sapo mbylla një jelek të çamërisë, një element që e sjell për herë të parë në punishten time, bazuar mbi origjinalin që e kam vërtetuar që është i çamërisë, sepse qarkullojnë shumë modele, por që jo të gjithë janë origjinale. Por nuk mund ta publikoj sepse kjo veshje është surprizë për dikë dhe nuk dua që ta shikoj nëpërmjet televizorit, po ta shikoj kur ta ketë në duar vet. Është surprizë për dikë, po ka një histori për dikë që i dhurohet, për dikë që ka një histori, por që nuk mund ta shpreh unë, e kupton? Është dhuratë. Jashtë mund.
është surprizë për dikë jashtë shtetit, për dikë brenda, çfarë mund na zbulosh? Dikë këtu në Shqipëri. Ja dhuroni ju apo dikush? Jo, mikeshat e saj. E kanë besuar tek duart e mia. Për t'ja bërë dhurat shoqes së tyre. Po. Kurse për momentin unë jam kthyer përsëri restaurimit dhe mund të tregoj një element shumë të vjetër. Kujt i takon, cilës periudhë dhe cilës zonë të Shqipërisë? Tani dhe shumë e vjetër kjo nuk është, në bazë të asaj që unë po shikoj edhe nga pjesa e pasme. Po, kjo duhet jetë diku tek 48-50 vjeçare dhe duhet jetë një riprodhim i artistikes Migjeni që ka bërë atëherë. Tani, sa vështirë është për ty të restaurosh buqe, të gjesh fijen e duhur, pëlhurën e duhur dhe sigurisht për t'i sjell ato në dimensionin e tyre origjinal? Po, është pak vështirë për të siguruar materialin e duhur, por po të kesh dëshirën e mirë, e gjen gjithmonë mundësinë për ta punuar, sepse gjithmonë në këtë profesion të paktën kam kuptuar që nëse ka çaluar veshja tradicionale, ka ardhur e deformuar apo ka ardhur e keq interpretuar, ka qenë arsyeja kryesore mos dëshira. Nuk kanë dashur që ta sjellin, sepse mundësit janë, kemi veshje ende në muze, ndoshta ajo në gjendje shumë të mirë, janë në gjendje skandaloze, por që ke mundësi për të parë, për të mësuar më tepër. Kemi librat, kemi studimet e etnografëve, kemi mjafton të kesh dëshirën e mirë. Dëshirën për të lumtuar dhe për të kuptuar se çfarë fshihet pas atij leku, kush e ka veshur, me çfarë është punuar, çfarë historie ka, çfarë tregon për atë periudhë. Pra, këto janë jo thjesht objekte dhe veshje të bukura që përfaqësojnë veshjet popullore shqiptare të zonave të ndryshme, por mbi të gjitha na rrëfejnë dhe janë një dëshmi e gjallë e historisë tonë, e identitetit tonë. Ato janë pasaporta jo në botë. E drejtë. Ato tregojnë se çfarë niveli jetese ne kemi pasur dikur dhe nuk është ashtu siç na e kanë thënë që ne kemi qenë të varfër, kemi qenë të shtypur, kemi qenë ne kemi pasur një pasuri prallore, po të studiosh veshje tradicionale, të shikosh se sa bukur është veshur fisnikëria e atyre kohërave të atëre. Apo dhe populli i thjesht ka pasur, mund mos ketë pasur fijen floriri, mund mos ketë pasur fijen e arit, po ka pasur detaje. Ka pasur ngjyra, ka pasur detaje, ka pasur modele pa fund që zbukuronin. Ka pasur art mbi të gjitha. Dhe këtë art ti buqe po ja trashëgon dhe djalit, apo jo? Më saktë, unë dua ta specifikoj këtë pjesën. Djali më është bashkuar tek puna ime, duke më ndihmuar me skicat e modeleve që unë punoj, duke qenë që unë vete në muze e fotografoj pjesën, copën, qa mund t'jetë atje, dhe djali nëpërmjet fotografisë apo dhe fotografi të vjetra dhe video të vjetra që ne shikojmë, djali e skicon dhe e sjell sa më origjinal t'jetë e mundshme me detaje, duke qenë që ka studiuar në unë i them lice këtu në qytetin e Gjirokastës, është shkolla e muzikës, ka studiuar për pikturë, dhe tani e ka ndarë mendjen nuk do ta vazhdoj për pikturë, për histori, dhe më pas të kaloj tek të thelloj studimet në etnografi. Dhe pse jo, që të kemi të trashëguar brez pas brezi të profesion. Shiko, dhe pjesa e studimit është, e përcjell, mund mos ta përcjellim me gjilpër, por do ta përcjellim me përmes mënyrave të tjera. Me gjilfër është duke përcjell buqja. Tani kemi disa foto. Do kalojmë te fotoja e parë, një veshje e veshur nga Lipash, e mbajtur në trup nga Lipash Tepelena dhe Bajroni, që cilën ti e ke risjell apo jo? Djali i veshur si Ali Pasha është djali që i skicon. Pra, veshje që është veshur dikur nga këta dy personazhe dhe më pas ti e ke risjell, e ke skicuar dhe e ke risjell si veshje. Veshja e Bajronit është bazuar mbi origjinali, që është në një muze në Londër. Kemi marrë fotografit, jo se kemi udhëtuar drejt Londrës, ende në planet tona. Kurse veshjen e Ali Pashës jemi përpjekur, duke qenë që nuk ka një veshje. Unë kam pyetur etnografen profesoreshën Aferdita Onuzi, e kam pyetur që dua të rindërtoj veshjen e Ali Pashës dhe më ka thënë nuk ekziston,
por duhet të fokusohesh tek libri i profesoreshës Andromaqi Gjergji, Veshje shqiptare në shekuj, dhe kuptohet u fokusuam te periudha kur ka jetuar Ali Pasha, kur të gjitha teknikat, punët dhe kemi ndërtuar veshjen e Aliut, duke pasur dy element të vjetër të shekullit 19 që ndodhen në muze në Tepelen. Dhe kemi marrë një pjesë të një veshje, e kemi vendosur te pjesa e bustit, edhe një fisnikërie, veshje fisnikërie të Tepelenës te pjesa e mëngëve. Dhe kemi sjellë, si të thuash, një veshje duke qëndruar brenda në Tepelen, për të mos devijuar në të tjera gjëra. Ndërkohë, përpara se të kalojmë tek të tjera punimet të tuat, në 2022-shin, që ka qenë një vit i suksesshëm në aspektin profesional tuaj, ju bëni pjesë e ekipit që do të restauronte elementët e muzeut etnografik në Gjirokastër. Dhe më trego pak çfarë rëndësie ka për ty kjo eksperiencë? Në qoftë se... Dhe do të doje ta riktheje përsëri, se sigurisht që ka objekte të tjera për të restauruar e për t'ju kushtuar vëmendje. Për mua, unë e kam thënë gjithmonë, ka qenë fat që jam bërë pjesë e atij ekipit dhe unë e falenderoj sa herë më jepet rasti Elin që më bëri pjesë të ekipit të restauratorëve, sepse ishim diku te 6 veta, 5-6 veta, nuk më kujtohet mirë tani. Se cili kishte profilin e vet, dikush me qylymat, me drurin, me metalin, kurse unë dhe Eli ishim te pjesa e veshjeve tradicionale. Në momentin që e hap një veshje, se kuptohet ka disa procese restaurimi, kalon në disa etapa, unë po shikoja që deri në atë kohë isha duke mësuar gabim ndërtimin e veshjes tradicionale, sepse ndryshonte prerja, ndryshonte struktura, ishin shumë gjëra ndryshe, dhe po shikoja dhe diçka që kishte një mjeshtëri të papart tek ato veshje, kishte një art, nuk di ta përshkruaj, aq të bukura ishin, dhe për fat të keq nuk po riprodhoheshin. Dhe aty i kam vënë një qëllim vetes që nuk do përpiqem të mos joshem nga ky leku i shpejt me makinë dhe kështu, të qëndroj tek veshja origjinale. Sa kohë të do një restaurim, Buqe, me qënë se përmende këtë pjesën e leku të shpejt apo të shpejtësisë me cilën sot rikrijohen veshjet? Sa kohë i duhet një veshje popullore për ta sjellë ashtu në atë dimensionin e vet? Në qoftë se do t'i referohemi restaurimit ose kurimit, siç thon, konservimit të kësaj, ajo kalon në disa etapa dhe i duhet të paktën një muaj e gjysmë kohë, se është procesi frigoriferimit, pastrimit dhe to të gjitha. Dhe plus koha pastaj që më duhet mua për ta endur dhe për ta qepur siç duhet. Kurse për ndërtimin e një veshje tradicionale sa më autentike, merë kohën mjaftueshëm, sidomos kur është për herë të parë, se për herë të parë do provosh disa detaje, nuk të pëlqen, do ta shqepësh prap, do ta kthesh prap. Por veshja që më ka marrë më shumë kohë ka qenë një veshje e fisnikërisë tepelenase, dhe ne e kemi punuar për kapedanin Tafil Buzi, nga ka jetuar në shekullin e 19 dhe ky. Veshja është në Tepelen në muze, veshja e vjetër, një fotografi e Tafilit përsëri është në muze, një pikturë që qarkullon dhe ne i kemi bërë bashkë të gjitha këto detajet, i kemi studiuar periudhën kur jetoi, ngjyrat e përdorura, motivet. Sigurisht që para se të arrish tek puna finale, duhet një studim i detajuar, i hollësishëm. I detajuar, sidomos për veshjet dhe për figurat që i kanë mbajtur. Unë nuk po them se ajo veshje ishte Tafilit dhe se kishte. Jo, në librat etnografik është e përcaktuar veshje e fisnikërisë tepelenase. E kupton që i përmbledh të gjithë. Por unë përpiqem, më saktë ne përpiqemi, se dhe djali kuptohet, edhe nëse dua unë të lëviz çik kështu, thotë jo, do qëndrojmë këtu, nuk ka pa element të modernitetit, duhet të qëndrosh fiks siç duhet, se mund të kesh fantazim për ta bërë atë më të bukur e ta përshtatësh me kohën, por jo patjetër duhet të qëndrosh tabanit të historisë. Duhet të qëndrojmë asaj më origjinale, sepse ajo do jetë diçka që do mbetet e për brezat që do vinë, dhe nuk mund të deformohet, patjetër.
Devijon kinezi plot, devijojnë artizanat me makineri, po të paktën ne që i kemi vënë qëllim vetes, që do bëjmë këtë, do realizojmë këtë, nuk duhet të devijojmë fare. Madje unë në punishten time kam një makinë shumë të vogël, sa për të bërë ca bashkimet kur më duhet që të qep kordon dhe kështu, por në absolutisht jo punë në makinë. Kemi në foto tani një veshje 200 vjeçare, të cilën ti me artin tënd, me mjeshtrin tënde, sigurisht e ke risjell, nëse mund ta shohim edhe neve këtu, për të na komentuar buqja. Nuk mundem, nuk e shikoj, por që... Veshja 200 vjeçare, kostumi 200 vjeçar, shumë e vjetër. Është një veshje e qytetit të Beratit, është një element që mua mu besua për të restauruar, dhe në bazë të atyre që kam kërkuar, në bazë të punës të modelit se si është punuar, ajo është gati 200 vjeçare si veshje, ishte në një gjendje shumë të keqe. Imagjino në çdo gjilpër që unë kaloja tek copa, ajo fillonte dhe shkoqej nga poshtë, aq që për të ardhur keq ishte. Por shpresoj që t'ja kem shtuar të paktën edhe një 50 vjet jetë. Jam me kuriozitetin për të parë edhe unë tani veshjen tjetër të Naim Frashit, e cila është dhe në një nga muzet e Evropës, apo jo? Të doja që edhe regjat ma silte mua ta shifja pak, kam shumë kuriozitet dhe për të më treguar pak mbi punën që ke bërë për këtë veshje. Kur kam filluar të merre me veshjen tradicionale, doja si fillim, e them gjithmonë kam dashur të bëj, duke qenë që jam vetë me origjinë përmetare, të bëj një veshje të qytetit, të krahin të Rrethis të Përmetit, duke kërkuar, sepse nuk ka, është një fenomen i çuditshëm në jug, Tepelen, Përmet, Gjirokastër, Saranda, është zhdukur veshja origjinale. Ka ndikuar shumë faktor, unë e them, ka ndikuar më tepër, jo dhe komunizmi vetëm, por dhe këto luftrat ballkanike, dhe luftra italo-greke, dhe andartët grek që kanë bërë masakra, kanë djegur e kanë prerë, është zhdukur kjo veshja e vjetër. Dhe duke kërkuar kështu, kam gjetur në veshje shqiptare në shekuj të profesoreshës Andromaqi Gjergji, kam gjetur një fotografi të vjetër të rilindasit Naim Frashri, i dokumentuar vitin 1900. Cila ishte pjesa më e vështirë për ta sjellë këtë veshje? Sa fije të gjetura me njëra tjetrën, fije ari, përkura, materiali, do më thënë sa e përshtat afër origjinalit, se po e shoh me detaje, tani e lekun, pjesën e sipërme, këmishën poshtë, pëlhura. Për realizimin e kësaj thash që mjafton dëshira dhe këmbgulja, duke kërkuar duke gjetur fotografin e Naim Frashrit, kam kërkuar në përlibra, kam pyetur specialistë të dur, dhe kam gjetur fotografi më të afërta ku duket dhe modeli, në një nga muzet e botës është edhe modeli. Kuptohet syri i piktorit që e skicoi, punimi bëje shqep vet atje derisa e nxorëm në Dhe aq më tepër që fotoja ka qenë me ngjyra kur e keni risjell apo? Ajo që është në muze është me ngjyra. Është me ngjyra, fotografia vetë jo, është bardhëzi. Edhe kjo e vështirëson pak kërkimin. Tani kemi dhe veshjen e skraparit, meqense edhe minutat na kanë lënë për gjysmë, veshja e skraparit nga Përmeti në Skrapar. Po sepse kërkesat kështu vinë, kam bërë të Beratit më përpara, kam bërë të Tepelenës disa variante, kam edhe pak pare tek pjesa e Tepelenës dhe them se do ta përfundoj zonën e Tepelenës, megjithse sa më shumë mendon se ti ke arritur ato del diçka tjetër dhe thua dale mos e s'pas kam mbaruar pare. Edhe kjo veshja e jeleku i Skraparit ka ardhur si kërkesë nga dikush. Modeli origjinal është i dokumentuar përsëri në veshje popullore shqiptare në korpusin e librave që kam nga instituti. Njëkohësisht është edhe në muzeun e qytetit të Skraparit si veshje. Kjo më ka vënuar pak, kjo më ka vënuar, mund të ketë zgjatur dhe 6 muaj, jo punë, po 6 muaj kohë për të siguruar materialin, sepse ai tërtili i përdorur përsipër
në Shqipëri nuk gjendet dhe në Kosovë kisha shumë të vështirë ta gjeja dhe e kemi marrë e kemi bler online nga Kina, ka ardhur Qartë, këto janë vështirësit që askush nuk i di. Ne shohim aq të bukur të sjell me detajet dhe me gjithë elementet e dur të traditës. Detajet bëjnë diferencën. Absolutisht, ajo ndërthurja e bukur me fjalë. Një veshje zakonshme, e vërtet. Unë të falenderoj që her pas here e prekim pak të pjesën e mjeshtrisë artizani dhe ato punimet artizane të cilat duhet të trashëgohen dhe njerëz si ju jeni dëshmi art e pasturisë tonë kombëtare. Faleminderit shumë Buqer. Të uroj punë të mbar në atelierin tënd plot ngjyra edhe plot histori. Dhe faleminderit për këtë traditë që po e vazhdoni edhe në familjen tuaj. Përshëndetemi me Buqen nga Gjirokastra, do të kalojmë në publicitet dhe do të ritakojmë përsëri në rrezën tonë. Mirë se erdhët përsëri në rrezën tonë, tani kam një kënaqësi të prezantoj me dy motra. Në fakt, njërën prej tyre kemi patur shpesher mikesh të emisionit tonë, teksa flet për çështje të ndryshme si psikologe apo si life coach, trajnere jete për udhëzimin dhe udhëtimin e jetës tonë, ndërsa sot Bona Majkli na sjell dhe motrën e saj nga Amerika, motrën e saj identike binjake. Do të kuptojmë diçka më tepër për marrëdhënien e tyre dhe faktin që të dyja, pavarësisht se i ndanë oqeani, kanë një lidhje të veçantë shpirtërore dhe emocionale. Ju prezantoj me Bruni Keller. Mirë se erdhe Bruni dhe Bona Majkli, dy motrat identike që sot janë veshur pothuajse dhe njësoj me ngjyrën. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Bruni vjen në Tiranë, këto kohë të kam parë që vjen edhe pjesë e medias ke qenë, po të fut pak Bona këtë pjesë duke qenë se Bona është një person shumë aktiv në media. Si e shef tani veten dhe Bonën kur vjen këtu në Shqipëri që shpesher pjesë e shumë paneleve televizive? Më thej që më ka bërë shumë përshtypje se nuk pori dot me motrën për shkak të telefonatave nëpër panele. Po, në fakt është e vërtet. Unë kam thjesht 2 ditë që kam ardhur dhe në këto 2 ditë unë kam parë Bonën që është shumë e zënë. Për çfarë i duan kaq shumë Bonën? Unë mendoj që do t'i lëm Brunit sot të flasim. Unë mendoj që Bona ka një personalitet shumë të bukur, domethënë është shumë rezatuese, mendoj, është shumë e dashur, është energji e mirë, është pozitive. Po, patjetër. Bona, ma emocionuat. Tani ju të dyja, motra të lidhura shpirtërisht patjetër, keni dhe ngjashmërinë identike fizike. Si është që të ngjajë dikush kaq shumë, Bona? E të kesh tamam si një pikë referimi. Për mua vjen shumë natyrshëm, sepse që në momentin që ne kemi lindur, ne kemi qenë gjithmonë bashkë. Dhe më vjen shumë natyrshëm marrëdhënia që ka me motrën time, me Brunin që është një marrëdhënie tepër veçantë që në fakt nuk i ngjan vetëm 2 motrave, por 2 binjakeve që kanë shumë ndjesira të njëjta. Keni kështu dhe ndjesi emocionale kur keni një siklet emocionale, ndjen dhe tjetra? Ekziston kjo lidhja kaq e fuqishme emocionale? Po, patjetër, ka raste kur unë i dëgjoj zërin Bonës kur flasim. Në telefonat dhe ti e kupton që ajo... Dhe unë e kuptoj që ajo ka diçka, edhe patjetër, por është edhe një ndjenjë që është një ndjenjë që jo shumë veta e kuptojnë për këtë marrëdhënien që ekziston midis 2 binjakeve. Është e njëjta edhe tipi juaj, për shembull, keni të njëjtin karakter apo ndryshoni të rësisht? Do të thotë se ti je motër binjake të kesh dhe karakter të njëjtë, ajo përveç se tipareve fizike dhe lidhjes së fortë emocionale, ekziston ngjashmëri? Tani varet perceptimi që kemi për njëra tjetrën, por unë mendoj që ne jemi ndryshe në fakt. Jeni ndryshe. Për shembull, kush është më emocionale, më e drejtë për drejtë, më tolerante për shembull? Bruni apo Bona? Unë mendoj që unë jam, ndoshta se, po e them këtë jo, po mendoj se unë jam ndoshta pak më tolerante, dhe po kjo është më tepër
nga mënyra se si e trajtojmë njëra tjetrën. Mos e ke nga që je pak minuta më madhe? Ndoshta. Sa minuta më madhe je Bruni? Unë jam 5 minuta më madhe. Ose ti se mora prakisht informacion. 5 minuta më madhe. 5 minuta më madhe dhe në fakt mami nuk e dinte që priste 2 binjake. Ajo mendonte se priste vetëm një. Dhe kur dhe gjyshja jonë domethënë kishte përgatitur ato domethënë veshjet vetëm për një bebë. Për këtë ta kish menduar va. Në fakt për të vazhduar historinë, edhe kur doli Bruni në jetë, mami ishte shumë e lumtur. Por doktorit a prit, se s'kemi mbaruar. A nuk e dinte derisa lindi? Derisa lindi, jo, nuk e di, jo, nuk ja kishin thënë. Prit se po vjen dhe bona. Kjo do të thotë se kush e disa vite përpara ka ndodhur, domethënë edhe mosha jo. Domethënë nuk kishin bërë gjë gati edhe për ty dhe për emrin. Absolutisht jo, domethënë veshjet që ishin bërë vetëm për një bebe. Si mund të ndodhte kjo gjë? Dhe mund të doli dhe bona në jetë. Ndërkohë të dyja keni qenë Brune, edhe ti bona kur ke lindur. Patjetër, po. Vonë je bërbjonte që je përfaqësuar. Biles unë nuk e di se kam sjell dhe një foto që kemi qenë të dyja Brune. Të dyja Brune, po. Ndërkohë njëra jeton në Amerikë, Bona është rikthyer se ka jetuar në Amerikë, ke gati 10 vite që jeton këtu në Shqipëri. Pavarësisht se ju ndan një oqean i tërë, marrëdhënia mes ju të dyjave është kaq e fuqishme, sa keni dhe pothuajse të njëjtat pasione, kam përshtypjen. Pasioni për violinën, duke qenë se Bruni është aty mësuese violine, jep mësim te 60 nxënës që i ka të përhershëm për t'i mësuar dhe t'i trashëguar brez pas brezi këtë pasion. Si ka lindur? Kush ju ka shtyrë të studioni violinën? Dhe a keni patur shumë qeftë që të dyja, apo njëra më shumë tjetra më pak? Po, dëshira ka filluar nga mami jonë. Dhe më thënë, mami jonë ka qenë ajo, dëshira filloi nga ajo dhe ne kemi filluar të studiojmë violinën në moshën 6 vjeçare. Dhe të dyja kemi qenë gjithë shkollën fillore dhe fillore në vazhdim. Keni vazhduar, keni studiuar për violinë. Për violinë, por dhe të shtoj gjithashtu që në fakt ka qenë jo vetëm mami, por ka qenë edhe gjyshi. Gjyshi, sepse gjyshi ka qenë bariton në teatrin e operas dhe baletit në atë kohë. Dhe keni të trashëguar këtë talent. Dhe ai dëshironte shumë që me qenë se nuk vajza e vetë nuk e trashëgoi të qenurit një artiste, e inkurajoi mamin ton që të paktën 2 vajzat binjake të bëheshin violiniste. Kështu që filloi udhëtimi jonë kemi qenë shumë të vogla, kemi qenë prematur. Unë gjithmonë e tregoj këtë historinë pak sfiduese, po edhe shumë të bukur, sepse mbaj mend që kur ishim 6 vjeç, që kemi filluar violinën, violina jonë ishte shumë e vogël në krahasim me një violinë me mas 1 çerek, pra 1/4. Violina jonë dukeshte si një lodër, dhe mbaj mend që mësuesja jonë na tha që ju nuk keni për të bërë asnjëherë violiniste, për shkak sepse gishti nuk shkonte dot, pra kur vendoseshe dora në violinë. Ishte disa karakteristika dhe tipare që duhet të plotësonte. Dhe ja ku jemi sot. Dhe ja ku jemi duke bërë dhe video në Amerikë të dyja. Njëra me fustan të kuq, tjetra me fustan të zi, për të bërë disa duete të lezetshme që ju i përcilën edhe në rrjetet sociale, edhe ju bashkon violina, përveç se malli dhe dashuria për njëra tjetrën, dhe ky instrument i bukur, njëra që e vazhdon si mësuese violine për breza të tërë në Amerikë. Sa vite ke Bruni që jep mësim aty? Unë kam gati 9 vite që jap mësim në një shkollë private në Milwaukee, Wisconsin. Dhe është një punë që unë e dashuroj, sepse është ditë për ditë që shkoj në punë, ti krijon art nëpërmjet fëmijëve që fillojnë nga zeroja në një instrument dhe brenda 3 muajsh ato janë në gjendje që ti bien. Po, dhe këtë përshërim dhe zysh Brunin, që është duke luajtur në një pjesë në violin, ku ndodhesh këtu? Këtu ndodhem në downtown në Milwaukee, në qendrën kryesore në Milwaukee, aty ku jetoj, dhe më pëlqen shumë që të performoj, edhe pse është, domethënë, puna më zë një kohë shumë të madhe mësimdhënie, por që kur kam kohë,
dhe më thënë më pëlqen shumë që ti qetësia. është një qetësi që violina më jep kur i bie. Bona, nëse të ta përshkruaje Brunin ose Bruni Bonën me një tingull të violinës, çfarë note mund ta përkutizoje? Këta bëj pak metaforike tani me qenë se ishim te bota e violinës. Në fakt bota e violinës janë, do me thënë, mendoj për 4 telat e violinës, mi, la, re, sol, edhe po t'i shikosh edhe range i tyre, unë do ta mendoj që Bruni do t'ishte nota mi, që është ajo nota që ka më tepër atë bukurinë e violinës që jep ëmbëlsinë, që ka dhe shumë ka shumë motivim aty tek nota mi, sepse ti mund të shkosh në majat e tingullit, në majat e tingullit, edhe unë normalisht nota mi e mendoj. Po, Bruni, çfarë note do zgjidhje për Bonën? Unë mendoj të njëjtën gjë, sepse ti kur dhe i bie violinës dhe shkon në një pozicion më të lartë në violin, të duket sikur ti shpon zemrën e dikujt. Bukur shumë. Tani, me qenë se jeni këtu, jemi në ekran dhe patjetër që ju komunikoni në mënyrë të vazhdueshme për t'i ndarë çdo, le të themi, kënaqësi, çdo problem me njëra tjetrën. Diçka që nuk ja keni thënë kur njëra tjetrës përballë. Mund t'ja thoni tani në studio? Më ke zënë shumë ngusht, por mund të kërkosh falje për diçka, për shembull, që s'e ke kërkuar. Duket se unë thjesht do të thoja, jam shumë falenderuese Perëndis për motrën time të mrekullueshme, edhe për udhëtimin ton së bashku që ne kemi pasur gjatë gjithë këtyre viteve, edhe për mbështetjen tënde, për empatin që ti ke pasur gjithmonë, jo vetëm kur ke mbajtur lotët e mia, por edhe kur je gëzuar me gëzimet dhe sukseset e mia. Shumë e bukur, se jemi dhe në muajin tani të reflektimit, të mbylljes së një viti të tërë, kështu që duhet jemi mirënjohës dhe të reflektojmë për njerëzit që na rrethojnë. Pasioni tjetër juaj është palestra. Sigurisht. Nuk e di se sa orë në javë i dedikoni palestrës. Ka lindur njëkohësisht apo ka qenë Bruni apo Bona e para dhe ka tërhequr tjetrën? Unë mendoj që ka qenë Bruni, po do të mund të thuash historinë tënde. Okej. Po unë kam filluar trajnimin ndoshta 8 vite më përpara dhe është një eksperiencë që më bën të ndihem shumë mirë, jo vetëm nga ana fizike, por sigurisht nga ana mendore dhe të qenurit në një vend tjetër, në një vend kur ndoshta je larg atyre gjërave që ti je më që do më pranë zemrës. Më pranë zemrës. Ndoshta është edhe koha atje që është shumë e ftohtë dhe në një farë mënyre ti duhet të gjesh mënyra që të ekuilibrosh. Dhe një nga këto ka qenë të ushtruar në palestër dhe më pëlqen shumë. Tani, si e ekuilibron kohën, se ti edhe nënë e 4 fëmijëve. Dhe jo, nuk është pak. Bona është nënë e 3 fëmijëve dhe shkon për ditë në palestër. Pra, ti ushtrohesh edhe në violinë, mëson dhe fëmijët në violinë, shkon dhe në palestër, edhe nënë, edhe bashkëshorte e një Amerikani. Po, dëgjoj, fëmijët e mi tani janë të rritur. Vajza ime madhe është 24 vjeç dhe më i vogli është... Edhe sa po është martuar. Po, dhe 18 vjeç është djali i vogël, kështu që ato janë atë jetën e tyre, si të thuash, dhe nuk janë më fëmijë të vegjël që, domethënë, duhet të jesh konstant në jetën e tyre. Ata jetojnë në shtëpi më vete apo në një shtëpi jetoni vazhdoni të jetoni? Duke qenë se është ky koncepti 18 vjeç dhe fëmijët jetojnë vetë. Po, 3 nga fëmijët që nuk janë të martuar, sigurisht që janë në familje dhe vajza tjetër që është martuar, ajo ka jetën e saj, vendin e saj ku jeton. Është martuar me një të huaj, me një... Po, dhe ajo, sigurisht, domethënë, kur në Amerikë ka shumë të tërë janë të huaj, si të thuash, sepse të tërë kanë ardhur nga një vend, po që unë jam shumë falenderuese për fëmijët e mi dhe e falenderoj shumë Zotin që
më ka dhënë një familje të mrekullueshme. Dhe sigurisht pas suksesit të një familje është patjetër dedikimi që i kushton, koha që i kushton asaj. Tani unë di dhe një histori shumë të bukur. Fillimisht Bruni sjell bashkëshortin në Shqipëri. Vi këtu. Bona ishte në Shqipëri. Dhe aty shfaqet edhe një çun, një djalosh 2 metra i gjatë, me i çantë shpine, që njeh Bonun. Është shumë vërtet. Pra është njohur fillimisht Bruni me bashkëshortin, me Denin, bashkëshortin amerikan, dhe më pas. Dhe Bruni një ditë më merr në telefon, Bruni ndërkohë ishte shtatzan me vajzën e saj të parë, me Esterin. Më merr në telefon dhe më thot, Bona, të lutem do vish të më ndihmosh pak, sepse sot do na vi një mik nga Amerika, po do qëndroj këtu me ne, po unë nuk gatuaj dot për shkak se nuk ndihem mira, mund të vish të më ndihmosh. Ishte thirrja e Zotit. Ishte thirrja, ashtu ka qenë. Dhe të ndoshte, të gatuante Bona dhe të pikërisht, edhe në fakt asgjë nuk ishte, sepse edhe Bruni nuk e njihte shokun e Denit që po vinte, edhe ndërkohë patjetër i thash motra do vi të ndihmoj, edhe mbaj mend që bëm një spageti, kështu me pastë spageti, një sallat, një gjë të thjeshtë, dhe mbaj mend që kur Deni me shokun e vet erdhen Joshua, domethënë shokun vet kishte emrin Joshua, po, që tani është bashorti im prej shumë vitesh. Ai kishte një çantë mbi kokën e vet, po ai Joshua është për shembull është diku tek afër 2 metra. Dhe ajo çanta aty sipër thashun ç'është ky gjigant. që s'kisha parë ndonjë personazh të gjatë, domethënë, po që ka qenë pikërisht ku mbara ka qenë motra ime. Po, që të ka njohur me bashkëshortin. Dhe ka qenë ai kliku në ato takim? Ka qenë kliku nga ana e atit për herë të parë, saqë kur mbasi ëngrëm drekën kështu, domethënë mor një portokallë me hodi kështu, Bona, take the orange. Kështu ka qenë, domethënë, ka qenë. Pra erdhi të qëndronte për pak kohë në Shqipëri dhe qëndroi përgjithmonë këtu. Është shumë e vërtetë. Sepse të dy jetoni këtu dhe keni edhe 3 fëmijë, një familje bukur edhe lumtur. Faleminderit shumë. Po, edhe është shumë, unë jam shumë falenderuese edhe unë për familjen time, edhe që gjatë këtij udhëtimi, normalisht unë gjithmonë e them edhe dua të jem shumë e sinqert që në udhëtimet, sidomos edhe në martesë, edhe në familje gjithmonë janë ato uljet edhe ngritjet. Por e bukur është që aty ku ti, pra kur ndodhin edhe sfida, që të gjesh një mënyrë për të ringritur, dhe ajo është suksesi. Një ringritje dhe më e fuqishme. Një ringritje më e fuqishme. Fund vitin ku e kaloni? Me qënë se jemi drejt fundit, në Amerikë këtu, Bona do udhëtosh? Unë në fakt nuk do udhëtoj këtë vit, sepse vajzat e mia, 2 vajzat e mia që tashmë jetojnë në Shtetet Bashkuara, në universitet të dyja, ato do vinë të dyja, se mezi po presin të vinë në Shqipëri, sepse i mungon shumë Shqipëria. Bukur. Bruni ti do jesh aty në Amerikë. Po, sigurisht, ne kemi një familje të madhe atje. Shumë të madhe. Kushërin, kushërin, prindrit, vlezërit. Ja 20 veta jemi. Dhe kur shkojmë atje bëhet si dasëm, këngë valle me gjithë traditë. Festa të gëzuara, di që Krishtlindjet patjetër që kanë një atmosferë magjike edhe aty. Dhe faleminderit që ndat edhe historinë tuaj këtu në Reze Dielli. Ishte kënaqësi që ju patëm. Faleminderit shumë. Ne ju përshëndesim nga kjo kartolinë e bukur me këtë pamje festive që kishim me motrat Bona dhe Bruni dhe ju urojmë një ditë të bukur. Shihemi nesër me Reze Dielli. Mirupafshim.